Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Uroj të keni pasur një fund javë të bukur, të keni marrë energjinë e nevojshme pozitive për të startuar një javë të re të punës. Bashkë do t'jemi edhe sot me pasditën tonë në transmitimin tonë të drejt për drejt, kurse në pjesën e parë do të lidhemi me personalitetin e ditës të ftuarin për ditën e sotme. Në fakt janë shqiptarët ato të cilët na bëjnë krenar me sukseset e tyre, me të arriturat e tyre edhe në përbotë dhe jo vetëm në vendin tonë. Do flasim sot për një grua shumë të suksesshme, e cila nga Shqipëria po kandidon në Këshillin Bashkiak të Londrës. Do flasim për mënyrën se si ajo e sheh politikën, atë arsyen sepse ka vendosur që të kandidojë në këtë Këshill të Londrës dhe për shumë çështje të tjera që ndërlidhen me suksesin e femrave shqiptare në përbotë. Ndër dhe kënaqësi që në një linjë të drejtë për drejtë nga Londra të kemi Linda Idrizin. Përshëndetje e nderuar. Përshëndetje Ariana, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni pranuar ftesën krahas angazhimeve që keni kohën e fundit, por që ndatë kohë për emisionin tonë për të folur sigurisht për një temë shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë, ju jemi shumë mirënjohës. Gjithmonë është kënaqësi. Atëherë unë ju prezantova pak në fillim të këtij emisioni që jeni një shqiptare që vepron dhe punon në Londër, megjithatë duam të dim pak më shumë rreth biografisë tuaj. Pra kush është në fakt Linda, ku rit, ku shkollua? Po. Atëherë unë jam Linda Idrizi, në fakt këtu në Londër më njohin me emrin Linda, po emri im është Majlinda, po Linda Idrizi gjithë më njohin. Unë jam rrit në qytetin e Shkodrës, vi nga Shkodra. Studimet e para të universitetit parë unë i kam marru në Luigi Gurakuqi në Shkodër, pastaj kam ndjekur studimet e fakultet tjetër në Tiranë për biznes dhe gjithashtu part-time për juridik. Gjithashtu kam marru dhe 2 mastra. Unë jam rrit në faktikisht nga një sfond, vi nga një sfond familjar si profesioniste, jam rrit një familje të ndershme dhe studimet i kam ndjekur në institucionet shqiptare. Gjithmonë baba jam e ka pas dëshirë që studimet të ndjeqja në Shqipëri, nuk e kishte kurrë dëshirën që të emigroja. Por si gjithë njerëzit vjen një kohë, jeta ndryshoi, njoha bashortin dhe unë lëviza në 2012-ën. Njëkohësisht unë punoja në kohën që unë ndiqja studimet në Tiranë, unë punoja edhe tek dhoma, një institucion shumë i rëndësishëm, dhoma e tregtisë. Domethënë studioja isha shumë me organizuar me organizata në Shqipëri, siç shoqata e jetimëve, po ashtu dhe në struktura partijake. Asaj kohe isha studente edhe punoja njëkohësisht. Dhe kur erdha në Londër në 2012, faktikisht nuk kanë qenë të lehta fillimet e mia. Jam përballur me sfidat e adoptimit, me një kulturë tre, me gjuhën, që mendoja që e dija, po gjithmonë nisën nga para dhe ti has ato vështirësitë për të arritur qëllimet e tuaja. Megjithatë, Linda e përmendej që në hapat e tu të parë ke qenë shumë aktive, edhe gjithashtu e ke mësuar edhe gjuhën. Por si ka qenë ky fillimi yt në Londër? Si një shqiptare, domethënë e rritur dhe e lindur në Shqipëri, pastaj si ka vijuar më tutje jeta dhe veprimtaria yte në Londër? Shiko, të jena realist, asnjëherë nuk është e lehtë. Për çdo emigrant, për çdo shqiptar, disa janë largu nga nevoja, disa janë largu për arsye të ndryshme. Unë, si ta thash edhe më lart, nuk është se u largova nga nevoja, po largova njofta bashortin dhe filloi jeta. Them drejtën, Ariana, ka qenë shumë e vështirë që të adoptosha në komunitetin në Britaninë e Madhe, duke marrë parasysh se komuniteti jonë është më shumë i shoqërueshëm, më shumë i dashur, ti përballesh me një realitet krejt tjetër ku janë më të ftohtë dhe du të fillosh ta ndërtosh nga e para, nga zero. Nëse ne në Shqipëri flasim shqip, kjo është 1 minutë, më flet shqip dhe fillon edhe kërkon punë, kurse këtu nga zero flet gjuhën angleze, por nuk e flet në gjuhën si ato kërkojnë. Dhe them drejtën, ka qenë e vështirë sa që disa herë mendoja thosha iki të kthehem. Po nga një anë jam shumë e vendosur dhe them du që t'ja arrit disa gjëra dhe du
du të shkoj deri aty ku e kisha si në plan. Dhe arrite deri këtu ku tani kandidon për Këshillin Bashkiak të Londrës. Vërtet, ndoshta kështu si realizim, ndoshta një ëndre, një dëshire, nga zero ke startuar dhe tani je këtu ku je. Po, si të thash edhe më përpara, unë faktikisht kam qenë shumë angazhuar në strukturat politike në Shqipëri, po unë gjatë kësaj kohë kam punuar në shkollë, kam dhënë mësim në shkollë, fillova me parashkollor, pastaj në special needs school, dhe më tepër jam fokusuar tek edukimi, për arsye edhe një arsye të cilën mua më ka ndihmuar, unë pasi kam 3 vajza, ishte e vështirë të bëja punë tjera përveç shkollës sepse më korrespondonte me oraret që të punoja dhe të jetoja. Por du të them që jam maturu, jam rrit, kam mësu gjana të cilat unë nuk mendoja që do t'i mësoj ose i dija, nuk. Domethënë, dhe vjen një pikë cilën ti mendon që duhet bësh diçka tash për këtë komunitet, qoftë edhe për komunitetin tonë, për gjithë shqiptarët, qoftë edhe për komunitetin britanes vendas ose për komunitetet tjera. E shikon si diçka si mision, sepse unë kështu faktikisht e kam nis gjithmonë si një mision. Nuk e kam nis për edhe kur isha në punën në shkollë, në edukim, për special needs ishte diçka shumë e vështirë. Dhe ishte ajo kohë që e hasa shumë vështirësi dhe e nisa si mision. Domethënë do jetë një periudhë të caktuar kohë që unë e shikoj si mision, që do bëj diçka për këtë shkollë, se për këto fëmijë që kanë nevojë për mua. Edhe kjo ka nisë si një mision. Duke u antarësu, duke bërë punë vullnetare, kam nisë thjesht nga puna vullnetare. Dhe një ditë bukur ato më thanë, një kolege, që tash e kam kolege, kuptot ajo është vendase, më tha pse nuk kandidon, dhe i thash jam e re në strukturat e tuaja, dhe tha duhet ta provosh se shikoj tha se ke një vullnet fort, ke një dëshirë, një pasion për me ndihmu njerëzit dhe provoj, dhe ashtu filloj të drejtën, e provova format, intervistat, dhe u zgjolla, në fakt, të cilën një faktikisht jam shumë e kënaqur, edhe në qoftë se nuk e marr, po jam e kënaqur sepse arrita deri aty ku unë e shikoj që duhet dhe njofta shumë njerëz dhe po bëj gjëra shumë të cilat nuk kisha menduar që do i bëj ndonjëherë. Domethënë, cili ka qenë ai motivi ose ai qëllimi që të ka shtyr në këtë rrugëtim politik, pra që të kandidosh për Këshillin Bashkiak? Është vërtet një pozicion shumë i mirë, në fakt shumë autoritativ dhe shumë i bukur. Ky një mesazh në fakt për të gjitha vajzat, gratë, për të gjitha femrat që nga zero ndonjëherë duhet të fillohet për të pasur sukses dhe të mos dorëzohen. Ka qenë për të kandiduar ka qenë nga një dëshirë të jem më shumë aktive për komunitetin. Kam pas sfidat e qytetarëve, sidomos të migrantëve. Unë nuk bisha dakord për shumë gjëra që kur Brexiti ndodhin faktikisht. Ka qenë që të kontribojnë në përmirësimin e jetës tyne. No matter of qoftë janë shqiptar apo vendas, po doja që duke hasë, sepse ti çdo ditë has gjëra të ndryshme. Siç për shembull tek zona unë në momentin kur lëviza nga një zonë në një zonë tjetër në hasa shumë gjëra të cilat unë nuk i pëlqeja ose doja që dikush t'i zgjidhte. Dhe aty filloj, domethënë misioni që të kujdesen për komunitetin, që të bëj diçka për komunitetin, dhe të sjell ndryshimin kuptohet përmes politikës. Faktikisht ne e quajmë politikë, po unë në zemrën time, në shpirtin tim unë e shikoj mision, nëse e marr. Mirë, po pse në radhët e liberal-demokratëve? Pra çfarë të shtyu që të bashkangjites në radhët e liberal-demokratëve? Çfarë të pëlqeu tek politikë bërja e tyre? Po, si që thashë, këto janë pro-Barazis, edhe janë pro, e mbështesin shumë komunitetet e huja, shumë, madje shumë, ju japin mundësi, dhe janë, si të mund të janë në atë fazë që duhen të bajnë gjëra të mira për komunitetin, cilat nga një herë nuk është se i kena hasë në partit tjera, dhe kjo ka qenë një shtysë e madhe. Më tepër faktikisht ka qenë edhe Brexiti, sepse duke marrë parasysh siç ndodhi Brexiti, këto ishin të vetmet që nuk preferuan që delnin, edhe unë isha kundra Brexitit, për arsye sepse ekonomia britaneze tashmë ka një rënje
është pak e theksuar, duke marrë parasysh klasën punëtore, njerëzit janë largu sepse kanë vu disa sanksione dhe janë vështirësu disa gjëra. Po. Megjithatë, çfarë paraqit politika për juve, Linda? Për mu, politika nuk është pushtet, por unë e quaj si përgjegjësi, edhe e quaj si diçka që për të shërbyer dhe për të kriju mundësi për komunitetin dhe për të drejtat e barabarta për komunitetin ku jetojnë. Megjithatë, cili ka qenë kontributi që ke dhënë dhe vazhdon të japish, meqense qysh në fillim e përmendet që për komunitetin shqiptar gjithmonë ke kontribuar dhe vazhdon të kontribosh. Cili ka qenë kontributi që ke dhënë për shqiptarët në Shqipëri dhe jo vetëm? Për mu, kam qenë gjithmonë angazhuar me punë vullnetare, jo vetëm në politikë, po siç thash edhe në shkolla, edhe për shembull gjatë një herë muaj unë që po thua shumë kohë përpara, nuk e di që kur, që çdo muaj, fillim muaji, një ditë fillim muaji, ne zakonisht të diela dhe ne dalim dhe pastrojmë qytetin. Dhe kjo ka qenë një punë vullnetare për 3-4 orë në ditë, dhe e kam shikuar si një, si më thënë, si një diçka që të bëjmë diçka, që të lajmë gjurmë të mira. Edhe gjithashtu për me kenë një urë lidhse për të kriju mundësina për më vorësi me shqiptarët si edhe me komunitetet e tjera. Po në Angli sa të kanë përkrahur, sa të kanë mbështetur shqiptarët dhe sa ti ke ndihmuar dhe kontribuar për shoqërinë shqiptare atje? Në fakt, ka qenë kjo periudhë të cilën unë kam taku shumë shqiptarë, nuk e dhja se tek zona jame Cobham edhe Oxshott kishte kaq shumë shqiptarë, sepse mendoja që në qendër të Londrës mund të kishte një komunitet më të madh, po arrita me zbulu që kishte shumë komunitet, po më kanë përkra dhe gjithë duke marrë fletpalosje, duke marrë standat, duke më suportu, po patjetër, kam taku shumë familje që më kanë suportu dhe qa mund bëjmë për ty, do në që të bëjmë në i reklam, ju kam thënë kam nevojë vetëm votën, miq dashamirës, edhe du që t'jem një zaj fort për ju, edhe këshu me këtë e kam nisë, me këtë projekt e kam nisë, të një zaj për ta. Mirë, po përse duhet të votojnë shqiptarët? Pra, cili do t'ishte ai kontributi ose ndihma që ti do t'u japje shqiptarëve? Pse duhet ta votojmë për shembull Lindën? Okej. Shiko, në Angli unë kam praktikisht kam njohur shumë shqiptar, dhe në ka rastis që kanë pas gjana që nuk kanë arrit me go through, me ecë më shumë, si për shembull në rastin e vizave, cilën është një gjë shumë tek ne, është një gjë shumë komon, shumë e madhe dhe gjithmonë jam mundu mu marrë me shumë familje, shumë zonja që kam njohur qoftë edhe në rrjetet sociale, në kohën që ishte vitin që kaloi diaspora për që votun, kam qenë gjithmonë angazhuar me minimum pa zero asnjë gjë në këmbim, kuptim zero në këmbim, si ta po më vjen as fjala shqip. Thjesht kam minimum sepse e kam një jem një suportuese dhe një ndihmës për shqiptarët. Dhe unë mendoj që nëse nese mund të kenë një problem, sepse nga si në çdo komunitet, si në çdo shtet kena probleme të ndryshme. Për shembull, unë takova tek zona jam, këtu takova një çift, cilën ato ishin faktikisht nga Shkodra, po ashtu të kishin problem me parkimun, cilën janë ta zyra afër dhe e ngritën si çertë, cilën nuk asnjëri nuk e për kaq vite ato jetonin 4 vjet, nuk e kishin ngritur, dhe unë ngrita si çerçe që duhen kenë parkinget që kenë rezident, jo gjithkush mund të parkojnë aty. Dhe besoj që jena në rrugë të mirë, domethënë deri diku, cilën besoj që do sortet, do zgjidhet. Do zgjidhet, po. Megjithatë jeni nënë e 3 vajzave, apo? Sa ke pasur përkrahjen familjare në këtë rrugëtimin tënd, në veprimtarinë tënde të drejtanishme?
Nuk është e lehtë, Arjan, them drejtën, nuk është e lehtë. Familja kanë qenë mbështetja më e madhe për mua. Motivojnë shumë edhe për më ndërtu një të ardhme më të mirë, edhe gjithashtu i motivojnë atë duke u tregu që nëna atyre po bën diçka, cilën është një shembull shumë i mirë, besoj. Gjithashtu dhe partneri jam patjetër më ka suportu, prindrit, pavarësisht se i kam larg, po gjithmonë kanë qenë një suport i madh për mua. Pavarësisht se do e marrim apo jo, po unë do jem prapë këtu për të dhënë kontributin tim sadopak. Gjithashtu jeni shpallur dhe ambasadore paqe. A mund të flasim pak edhe për juve, pra çfarë ju ka frymëzuar për këtë çmim? Faktikisht ky rol erdhi si rezultat i angazhimit tim në çështjet sociale dhe komunitare. Gjithmonë unë kam besuar në dialog edhe vazhdoj të besoj në bashkëpunim, në promovim, dhe ky titull është një përgjegjësi që e mbaj me krenari dhe është një diçka jana që unë nuk dëshiroj që i them ne të argju, nuk e kam shumë qef zhurmë, nuk e kam gjithmonë duhet gjej një mirëkuptim. Edhe me kundërshtarët e mi, kolegë kundërshtarë, mund të themi të partive tjera, këto mundohen nga një herë me gjithë kleçkat vogla dhe jam shumë e hapur dhe edhe ju them, ju mund të vazhdojeni, nuk du që të krijoj luftë, du të krijoj paqe. Edhe kjo në fakt, zoti Tahir Shabani më vlerësoi dhe e shikoj të arsyeshme që unë të vlerësosha ambasadore e diasporës, paqes të diasporës. Megjithatë jeni nga Shkodra, shkoni shpesh, vizitoni shpesh Shqipërinë? Po, çdo vit. Nga një herë edhe 2 herë në vit, po zakonisht sezonin veror. Dhe për fund, Linda, cili do të ishte ai mesazhi ose porosia jote për të gjithë shikuesit tanë? Mesazhi im është me kush më ndjek ose kushdo që do të suportojnë, sepse njerëzit nga një herë mund ta shikojnë si çështje politike, mos ta shikojnë si çështje politike, ta shikojnë që Linda është atje si një urë lidhse për to, si një njeri që ka nisë një mision për të ndihmu çdo individ, çdo komunitet, dhe shpresoj që një ditë të bëjmë gjëra të bukura, sepse nga një herë suporti fillon nga gjithë secili nga ne, nga ty, nga unë, edhe nga gjërat e vogla. Dhe ju them gjithëve, nëse keni ëndra, nëse keni dëshira, filloni si një mision, mos i lini të flini, filloni si një mision, pak nga pak, me hapa të vegjël, gjërat e mëdha arriten pak nga pak. Kuptohet se jo me një herë, sepse nuk kena shkopin magjik, po duhet pak durim. Linda, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot ishe pjesë e emisionit tonë, ne të dëshirojmë shëndetje dhe shumë suksese, dhe sigurisht kur të kemi këndej, të mirëpresim dhe në emisionin tonë me prezencë fizike në studio. Faleminderit gjithashtu, ju uroj gjithë të mirat dhe faleminderit për intervistën kaq të këndshme dhe patjetër nëse do jem në vera ne, patjetër që do kem kënaqësinë të jem tek emisioni juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.